Papa Leoni XIV udhëheqësi parë amerikan I Kishës Katolike ka përsëritur mbështetjen e Vatikanit për krimin e një shteti palestinez, duke cilësuar atë si zgjedhjen e vetme të qëndrueshme për konfliktin gjatë me Izraelin. Në deklaratat e bëra gjatë fluturimit nga Turqia për në Liban, Ati I Shenjtë ripërtëriu qëndrimin tradicional të Stelisë së Shenjtë, e cila për vitesh ka kërkuar një zgjedhje mes dy shteteve. Ne e dim që Izraeli aktualisht nuk e pranon këtë zgjedhje, por e shohim atë si të vetme që mund të ofrojë drejtësi në të dyja palët, tha Papa, duke nënvizuar rolin ndërmjetësues që Vatikani përpiqet të luajë mes palës izraelite dhe asaj palestineze. Ai shtoi se misja mes dy popujve është thelbësore për të ruajtur besueshmërinë në procesin e dialogut. Gjatë qëndrimit në Turqi, Papa I shmangut çdo përmendje të drejtpërdrejtë të luftës në Gaza, por pranoi se Ankaraja, një vend që ndodhet në kryqëzim gjeopolitik, mund të luajë një rol të rëndësishëm në përpjekjet për mbylljen e këtij konflikti, si dhe ati në Ukrainë. Ai vuri në dukje se numri I rritjeve të konflikteve në botë bën rrezik serioz për të ardhmen e njerëzimit, duke dënuar dhunën e ushtruar në emër të fesë. Reagimi nga Izraeli nuk vonoi. Kryeministri Benjamin Netanyahu përsëriti kundërshtinë e tij të prerë ndaj krijimit të një shteti palestinez, dhe pasi Shtetet Bashkuara aleati kryesor I Izraelit dhan sinjal mbështetës për mëvetësinë palestineze. Deklarata e Netanyahut dhelloi dhe më shumë hendekun mes palëve, në një moment ku diplomacia ndërkombëtare po përpiqet të ringjallë negociata të ngrira. Vizita e paqes në Turqi e para udhëtimi jashtë vendit që prej marrjes së drejtimit të Kishës në maj ishte mbushur me mesazhe për dialog ndërfetar dhe paqe globale. Turqia, vend me shumicë muslimane, është njëherë si shtëpia e patrikut ekumenik Bartolomeu, udhëheqësit shpirtëror të 260 milion ortodoksëve të mbar botës, aq sa vizita e paqes mbarte rëndësi të veçantë në marrëdhëniet ndërkristiane dhe në dialogu në botën islame. Në përfundim të turit, Papa Leoni XIV kërkoi një angazhim global për të ulur tensionet, duke bërë thirrje që bashkësia ndërkombëtare të punojë për zgjedhje të drejtë dhe të qëndrueshme për popull që jetonin në konflikt.